Kjo është era e dytë që na ka ndodhur neve gazetarëve sportiv nga Maqedonia që mos të marrim leje ose akreditim për ndeshjen e kombëtarës. Ne zakonisht i kemi ndjekur ndeshjet e Shqipërisë në të kaluarën, kemi qenë edhe në Elbasan, kemi qenë edhe në Qemal Stafa. Por kësaj radhe Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë një shkelje të drejtave dhe lirive të mediave, sepse nuk na ka mundësuar ose nuk na ka dhënë drejtën që të marrim pjesë në ndeshjen shumë të rëndësishme të Shqipërisë në këto eliminatore. Thjesht jemi diskriminuar, nuk kanë shprehë gatishmëri Federata Shqiptare e Futbollit që të na mundsoj, sigur për shembull gazetarëve të tjerë nga të gjitha trevat, jo vetëm shqiptare, por edhe të rajonit. Kam dëgjuar se ka edhe media ndërkombëtare që do të jenë të pranishme, dhe kjo nuk është në rregull për shembull që gazetarët shqiptarë ta mos kenë drejtë të marrin pjesë në stadium. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk do ta mbështesim kombëtaren, do të jemi gjithmonë përkrah asaj dhe në këtë rast me ndeshjen me Serbinë ju urojmë që ajo të shënojë fitore.